vlerësuar procedurat për vazhdimin e bulevardit Blagoja Toska nga udhkryqi i shkollës së mesme tekstile deri te vendi që njihet si Temema. Kështu deklaroi nënkryetari i komunës së Tetovës Albi Qamili, i cili theksoi se pas vendimit të Këshillit Komunal është realizuar harmonizimi i planeve përkatëse. Sipas tij, pasi të sigurohet një pasqyrë plot dhe sakt, do të nisë edhe procesi i shpronësimit, i cili pritet të jetë më kompleks dhe më kohëzgjatës krahasuar me procedura tjera. Ai bëri të ditur se projekti i përgjithshëm parashikon një gjatësi prej rreth 650 metrash, ndërsa për një segment prej 300 metrash është i domosdoshëm harmonizimi i planit detaj urbanistik me planin gjeneral urbanistik. Me vendimin e fundit të Këshillit Komunal të Tetovës është bërë harmonizimi i planeve dhe përcaktimi i gabaritit të bulevardit, gjatësisë segmentit fundit të bulevardit Blagoja Toska nga shkolla e mesme tekstile deri tek bulevardi Ilinden, projekti i cili do të jetë një nga arteriet kryesore të qytetit, cilët përfundimisht do të lidh bulevardin Ilinden me bulevardin Blagoja Toska. Projekti do të realizohet në një fazë, është siguruar leja e ndërtimit, jemi në procedurën e elaboratit, presim vlerësimet nga vlerësuesi i jashtëm, procedurë e cila do të mundsojë edhe hapa konkrete në terren ku do të fillojë procesi i shpronësimit të pronave. Në mbledhjen e muajit të kaluar, Këshilli Komunal i Tetovës me 22 vota pro, 1 të përmbajtur dhe asnjë kundër miratoi propozim vendimin për përcaktimin e trasesë dhe harmonizimin e profilit të infrastrukturës lineare me një pjesë të bulevardit Blagoja Toska. Me këtë vendim zyrtarisht nisën procedurat për vazhdimin e rrugës nga shkolla e mesme tekstile deri tek rrethrotullimi Temema. Vlen të theksohet se projekti për vazhdimin dhe depërtimin e bulevardit Blagoja Toska deri në lidhjen me bulevardin e Ilindenit ka nisur vite më parë, por realizimi i tij ka avancuar në faza të pjesshme, pa u përmbyllur plotësisht. Realizimi i kësaj arterie rrugore konsiderohet me rëndësi të veçantë për lehtësimin e qarkullimit dhe reduktimin e bllokadave, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur fluksi i trafikut rritet për shkak të ardhjes së mërgjimtarëve.